kur mos prit në mënyrë pasive me këshyrë çka po ndodh. Kur, hiç, mos ja lejo vetës. Ti je musliman, ti je robi i Allahut, Allahut ka mësu ndryshe. Allahut ka mësu mos me prit në mënyrë pasive, po me marr masa, me marr iniciativa, me bë angazhime aktive. Në çfarë drejtimi? Vesh një drejtim prap, jo do si do. Se nganjëherë njerëzit bojnë lëvizje edhe në ndikimin e panikës. I ka panika edhe nuk din çka bojnë. Muslimani jo, muslimani e din mirë çka don me bë. Edhe synimi i tij është vetëm një, me bë mirë, me përmirësu, mos me bë keq. Për këtë arsye ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njeriu më i mirë është ai i cili ja shohin hajrin njerëzit dhe njëkohësisht janë të sigurt prej sherrit të tij. Do thoni dy komponenta i ka muslimani. E para me koni dobishëm, e dyta mos me koni dëmshëm. Na po i përmendim me dy fjali, po këto janë e njëjta gjë. Se njeriu kur nuk është i dëmshëm do të me qenë i dobishëm. Në asnjë mënyrë nuk bën me i thonë vetit musliman e me qenë e kundërta. Nderuar vëllezër, nëse e lexojmë Kur'anin prej fillimit deri në fund, kemi me e pa se Allahu na ka dhënë me dhjetra e qinda mësime lidhur me këtë se çysh do të me kon iniciativa jo. Edhe Allahu i madhruar do të me ditë edhe këto na mos me e harru, se gjithmonë prej neve pret edhe e çmon kur na e bojmë ato tonën. Pjesën tjetër ja lojmë Allahut fuqiplot, për arsye se shumica e sukseseve nuk varen prej neve, nuk varen prej mundit ton. Jetën tonë nuk e kemi në dorë, të fëmijëve tanë nuk e kemi në dorë, udhëzimin e tyre nuk e kemi në dorë, mirëqenjen, shëndetin, këtë gjanat, kur gjë s'kemi në dorë, mirë po na i marrim masat çka kemi mundësi me bë, se çato çka kemi mundësi me bë, për çato kemi përgjegjësi. Atë pjesën tjetër, shkojmë deri te kufini, te maksimumi i të mundshmes. Edhe atëherë i dorëzohemi Allahut e i themi: o Zot, unë çikaç mujta, unë çikaç dita, unë çikaç pata mundësi, pjesën tjetër po ta lo ty se unë mos kam mundësi, ndërsa ti je i gjithmundshëm edhe je i plot fuqishëm. Edhe vallahi të nderuar vëllazën, kur ne e bëjmë një gjë të tillë, përveç tjerash ju kemi dorëzuar Allahut fuqiplot, por edhe kemi tregu se po të kishim mundësi, do të bënim hala më shumë.